Po kategoritë më të rrezikuara nga hipertensioni, cilat janë? Kategoritë më të rrezikuara janë ato që janë obez, janë ato që bëjnë një stil jetese jo të shëndetshëm, që nuk konsumojnë ushqime të përshtatshme për shëndetin e tyre në përgjithësi dhe për sëmundjet kardiovaskulare në veçanti, janë ato të cilët nuk bëjnë aktivitet fizik të mjaftueshëm. Edhe këtu dua të ndalem sepse sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 80% e adoleshentëve nuk bëjnë aktivitetin fizik të rekomanduar. Shikoni se sa janë të predispozuar kur ato të bëhen adult që të riskohen nga sëmundjet kardiovaskulare. Siç është edhe hipertensioni. Dua të them që sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, nga hipertensioni vdesin rreth 10 milion individ në vit. Shiko se sa shifër e lartë. Është një shifër alarmante. Është alarmante dhe është një sëmundje e cila mund të parandalohet. 80% e sëmundjeve kardiovaskulare parandalohen nëse ato kapen në kohë dhe trajtohen në mënyrën e duhur.